kohët e fundit flitet gjithnjë më shumë për ndarje, divorce dhe marrëdhënie që nuk zgjasin. A është ky një fenomen që po rritet apo thjesht njerëzit sot nuk kanë më frikë të flasin për të? Për të folur rreth kësaj teme kemi në studio psikologën Livia Kyçiku. Livia, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Të falenderoj që pranove ftesën dhe jam shumë e lumtur që të kam për të folur një temë delikate, por nuk do flasim vetëm për çiftat. Sot do flasim edhe për dashurinë e adoleshentëve. Atëherë dua ta nisi tek marrëdhëniet e çifteve. Me aq sa keni hasur në klinik, si është sot marrëdhënia e çifteve, apo ndahen shumë njerëz? Sa emocione krijon një marrëdhënie? Duke ju referuar dhe eksperiencës time si psikologe dhe në praktikën time të punës edhe me çifte gjithashtu, kam vënë re që patjetër çiftet kanë problematika mes tyre, kanë konflikte dhe tani është pak më e lehtë për tu ndarë nga njëri tjetri. Nëse më përpara do kishte shumë gjëra që nuk do i shtynin drejt një ndarje, tani ndarja është shumë më e lehtë, është gjëja e parë që mund edhe të konsiderojnë. Pra ata mund të anashkalojnë komunikimin, mund të anashkalojnë mirëkuptimin, por zgjedhin që të humbasin komunikimin mes njëri tjetrit, sikur edhe për konfliktin më të vogël që mund të ekzistojë. A është kjo diçka më e mirë krahasuar 10 vite më parë, ashtu siç the ti, ishte pak më e vështirë të shkonim direkt tek ndarja, ndërsa sot gjëja e parë që bëjmë ne ndahemi. Është diçka më e mirë? Nëse krahasoj marrëdhëniet përpara 10 viteve me marrëdhëniet e ditëve të sotme, më përpara njerëzit qëndronin bashkë sepse prej dëshirës për të krijuar familje, për të pasur pasardhës, për shkak të sigurisë, të mbijetesës ekonomike ose të statusit social. Ndërsa në ditët e sotme nuk mjaftojnë vetëm këto. Njeriu kërkon që me një person të vetëm të kryejë shumë gjëra ose të kryej me atë person gjëra që mund t'i kryej në një komunitet të tërë. Për shembull, kërkon shokun e ngushtë, mund të kërkojë tek ai një mbështetës emocional, mund të kërkojë një person që të kalojë një kohë shumë cilësore me të, motivues, një person që ta bëjë atë të arrijë potencialin më të lartë. Por kjo është një barë shumë e madhe për një person të vetëm për të mbajtur në shpatulla. Prandaj këtu mund të lindin edhe konfliktet. Njeriu mund të ndihet i pamjaftueshëm për të qenë një person i vetëm, për të pasur gjithë këto cilësi që partneri mund të kërkojë. Dhe prandaj për hir të mirëqenies të përgjithshme, individi ndonjëherë merr edhe hapin një hap të tillë siç është edhe ndarja. Cilat janë problematikat kryesore që do vinë çiftet për terapi? Problematikat kryesore për të cilat vjen një çift janë konfliktet e ndryshme që mund të kenë, ndoshta edhe për gjë më të vogël. Dhe këto lindin si pasojë mos komunikimit, mungesës së respektit, mungesës së besimit, të vlerësimit ndaj edhe nevojave të personit që ka në krah. Pra, është shoh që individët e rritur kanë një ngërt shumë të madh në komunikim. Qoftë në mënyrën se si ata i komunikojnë gjërat e tyre, qoftë në mënyrën e tonit që ata përzgjedhin për të komunikuar një nevojë që mund të kenë, ose të fjalëve që ata përzgjedhin, ose kohën kur përzgjedhin të komunikojnë nevojat e tyre, ose nuk e marrin parasysh ndoshta edhe mënyrën se si mund të ndihet partneri i tyre në kohën kur ata vendosin që të sqarojnë një konflikt. Patjetër, mënyra më e mirë, të gjithë kemi konflikte, të gjithë jemi qenie të gjalla, që do konfliktohemi, qoftë me prindër, qoftë me fëmijë, me partner, me kolegë e tjerë, është diçka shumë e zakonshme për natyrën tonë. Por e rëndësishme është mënyra se si ne i zgjidhim këto konflikte dhe pikërisht aty, në rast se një konflikt ngel i pazgjidhur, mund të shohim që personi tjetër mund të fillojë me sulme personale, mund të përdori heshtjen gjithashtu ose të jetë indiferent ndaj nevojave të tjetrit. Dhe aty shohim që pikërisht aty mund të ndodhë edhe krisja e marrëdhënies. Do me thënë, komunikimi është gjëra bazë. Unë dua të di, po mungesa e komunikimit a vjen edhe si pasojë e rutinës së përditshme që na merr kohë? Çiftet ndonjëherë janë më shumë të angazhuar në punë, edhe kanë shumë pak kohë për njëri tjetrin. E vërtet, edhe kjo, tani jemi shumë të dhënë pas punës. Diskutuam më përpara për marrëdhëniet që ishin në të kaluarën, ku
kryesori, personi I cili sillte të ardhura në shtëpi ishte mashkulli, babai I familjes, ndërsa tani dhe femrat dhe vajzat, gratë kanë krijuar pavarësinë financiare. Dhe në këtë mënyrë, duke qenë të dhënë pas punës, duke punuar, duke u marrë me gjërat tona, duke qenë ndonjëherë vetëm individualist, mund të bëjmë edhe që ta anashkalojmë pak edhe marrëdhënien që kemi me personin e zemrës, patjetër që kur ne nuk njohim nevojat e personit tjetër ose kur nuk jemi mjaftueshëm kurioz për ta njohur si të plot, kjo mund të sjellë edhe krisje. Pra mendoj se kurioziteti është një gjë që vazhdon ta mbajë marrëdhënien gjallë. Kuriozitet në çdo aspekt të jetës, kuriozitet për partnerin tënd, për ta avancuar marrëdhënien gjatë gjithë kohës dhe gjatë gjithë jetës. A është bërë më e lehtë tradhtia emocionale sot? Në fakt është edhe një mit që thot vajzat ose gratë tradhtojnë në momentin që ndihen pa mjaftueshëm nga ana emocionale. Por për të përmbushur të gjitha ato boshllëqet që individi mund të ketë, ndoshta dhe konflikte të veta të brendshme, emocione që ai nuk arrin t'i përpunojë, t'i kuptojë, edhe si rrjedhojë e kësaj, individi mund të tradhtojë për t'u ndjerë më I përmbushur emocionalisht. Por sa arrihet kjo? Patjetër që është e vështirë që në rastin kur ti mund të ndihesh I palumtur me veten tënde, të gjesh lumturinë te një person I tretë. Përveç se kriset edhe marrëdhënia që ti ke me partnerin aktual, sepse tashmë do të mungoj besimi. Edhe ti vetë do të krijosh disa ndjesi jo të mira ndaj vetes, pikërisht sepse ishe shkaktari I krisjes së marrëdhënies tënde. Çfarë quhet sot tradhti? Tradhtia nuk është vetëm ajo tradhtia fizike, por mund të jetë edhe mungesa e besimit. Pra, kur partneri nuk ndihet I përmbushur emocionalisht, ose kur ai nuk mendon, ose pyet veten e tij vazhdimisht që sa afër emocionalisht është partneri im me mua, sa respekt ka ai për mua kur unë nuk jam e pranishme ose kur nuk jam I pranishëm, sa siguri do më jepte ai në situata të caktuara. Pra tradhtia nuk ka të bëjë vetëm me çështjen fizike, por ka të bëjë dhe me pjesën emocionale, pra me atë se si partneri na bën ne që të ndjehemi emocionalisht, me ndjesinë e të ndjerit të pranishëm në jetën tonë ose jo. A mund të shpëtohet çdo marrëdhënie? Patjetër, varet nga marrëdhënia. Ka marrëdhënie të cilat mund të shpëtohen me disa aftësi që nuk duhet të na mungojnë, siç janë komunikimi, që folëm shumë gjatë për të, siç besimi, respekti për njëri tjetrin, kompromisi që her pas here duhet të bëjmë dhe me njëri tjetrin. Por në raste kur kemi marrëdhënie që ka vazhdimisht abuzim fizik, emocional, psikologjik, atëherë patjetër që kjo marrëdhënie nuk ka një shpëtim. Zgjidhja më e mirë është që kjo marrëdhënie të shkëputet. Atëherë unë, siç e thash më parë, nuk do të flasim vetëm për dashurinë mes çifteve, të rriturve, moshës madhore, por do të kalojmë pak edhe tek adoleshentët. Çfarë po ndodh sot me adoleshentët? Unë do ta quaja një fenomen që vajza të vogla dhe djem të vegjël të krijojnë lidhje dashurie që tani madje ka raste edhe kur vajzat janë dhunuar me njëra tjetrën, adoleshenti bëhet fjalë për një djalë. Sa shqetësuese është kjo? Po, në fakt po shohim dita ditës që vajzat të cilat zihen me njëra tjetrën edhe fizikisht konfrontohen fizikisht dhe shkak mund të jetë edhe një djalë. Patjetër është një brez I vështirë, flasim për adoleshentë të cilët janë akoma duke eksploruar veten e tyre, identitetin e tyre, kush janë, çfarë duan, cili është roli I tyre në këtë jetë, duan të krijojnë një identitet të tyre, duan të jenë të preferuar nga të tjerët dhe disa nga kriteret që ata të jenë sa më të preferueshëm, të pranohen në shoqëri, është edhe kjo angazhimi në këto marrëdhënie romantike, Patjetër, nëse krahasojmë, siç krahasuam dhe marrëdhëniet e përpara 10 vitesh me breza më të hershëm, sapo vjen po shohim që ky brez po zhvillohet shumë më shpejt. Qoftë fizikisht, por dhe emocionalisht. Ndoshta janë dhe hormonet ato që I bëjnë që ata të kërkojnë gjithmonë mbështetjen e një partneri, të kenë dikë pranë tyre. Është edhe nxitja, mund të themi, ose ndikimi social, kur shohin që një shoku ose një shoqe e tyre ka një partner me cilin dalin, kalojnë kohën, duan edhe ata që të përjetojnë të njëjtën ndjesi.
Është zakonisht dhe kjo një shoqe me një shok. Kemi një shoqe, ka një shok, është i çift, marrin dhe një çift tjetër, por si ta kuptojnë familjarët që fëmia e tyre nuk është, le të themi ta quajmë alla shqiptarshe, nuk është në rrugën e duhur, sepse nuk është normale që një fëmijë 12 vjeç të krijojë lidhje romantike dhe të kaloj në gjëra që nuk mund t'i bëjë një i rritur. Se normalisht ai nuk e ka mendjen që të kuptojë gjëra. Si ta kuptojë një prind, si ta parandalojë, është gabimi i prindërve ky me këtë fenomen që po ndodh sot me adoleshentët. E tham që ne të rritur jemi edhe pak të zëm pas punës dhe ndonjëherë harrojmë të bëjmë edhe biseda me fëmijët tanë. Patjetër që një prind duhet të bëjë detyrën e tij dhe t'i tregojë fëmijës se çfarë janë emocionet, çfarë ti ndjen kur shikon një person tjetër që nuk po shih gjinies tënde, ose që ti nuk e shikon thjesht si shok. Por ndonjëherë thash, është edhe ndikimi social, edhe mungesa e monitorimit të prindërve. Shpesh prindërt bën edhe shok me fëmijët e tyre dhe mund të jenë më shumë liberal se ç'duhet dhe i lejojnë që ata të marrin të kenë edhe veprime të mëtejshme. Pra, duke dashur shumë që të dinë çdo gjë rreth tyre, duke i trajtuar si shok, ndonjëherë harrojnë që shiko, ata janë fëmijë, çdo stad ka ata të vetin, lëre të shijoj fëmijërinë e tij, le të luaj, të merret me aktivitete të përshtatshme edhe për moshën e tij. Çdo gjë do rrihej pastaj natyrshëm. Patjetër ne nuk mund të paragjykojmë gjithsecilin nga prindri do më të mirën për fëmijën e tij. Por shpesh ndoshta edhe mungesa e informacionit ose ndikimi social, siç e the edhe ti, që ata mund të jetë një çift në shoqërinë e tyre dhe nxisin tjetrin që shikoj edhe këtë shoku, mund të jeni një çift i mirë. Dhe është thjesht ajo panorama që ata mund të krijojnë në mendjen e tyre që do të jenë një çift perfekt, do të dalin në double dates, janë gjëra që përkasin botës së tyre të adoleshentit, dhe idealizojnë çdo gjë, duan të përjetojnë gjëra të reja, shpesh duan të ndihen të rritur, dhe pse thjesht janë disa fëmijë të ngecur në trupin e një të rritur, sepse normalisht në adoleshencë kanë kaluar fazën e pubertetit, janë të zhvilluar, por jo edhe nga ana intelektuale ose emocionale. A është telefoni shkaku numër 1? Po, mund të them që po, rrjetet sociale ndikojnë shumë, nuk mund të them që nuk janë të mira, sepse patjetër aty marrim informacion, lidhemi me njerëz që mund të jetojnë jashtë, mund të krijojmë shoqëri të reja, patjetër të supervizuar nga prindërit, por ajo çka ne shohim në rrjetet sociale nuk është ashtu siç na serviret. Pra mund të shohim njerëz që janë shumë të lumtur me atë që kanë, me jetën që bëjnë, mund të shfaqin një jetë shumë luksoze, ose sikur janë shumë të lumtur, por ne nuk e dim se çfarë vërtet ndodh brenda tyre, konfliktet që ata mund të kenë, jeta që ata mund të kenë në të vërtetë. Sepse ne jemi të prirur që në rrjetet sociale të postojmë gjërat më të bukura që ndodhin gjatë jetës tonë në momente të caktuara. Dhe thjesht duke parë një individ që poston diçka që për ne duket si e paarritshme, patjetër kjo mund t'i intrigojë më shumë adoleshentët që të ndikohen nga ata, të nxiten dhe të duan jetën e tyre, dhe si rrjedhoj të krijojnë dhe pakënaqësi ndaj vetes ose një vetëvlerësim. Unë kam thënë gjithmonë dhe vazhdoj ta them që rrjetet sociale janë thjesht një fasadë. Dhe ne kënd ndryshoj këtë mendim. Unë ka disa raste ke patur në pacientët i quajnë adoleshent që sapo kanë përfunduar një marrëdhënie. Sa ndikon kjo marrëdhënie dhe si e përjetojnë adoleshentët një marrëdhënie të përfunduar? Patjetër është e vështirë për ta momenti që duhet të ndahen, sidomos kur ata ndjejnë se marrëdhënia nuk duhet të kishte përfunduar sepse ata kanë akoma ndjenja, ose në rastin kur kanë paqartësi për motivin e ndarjes, pra pse erdhi braktisja nga partneri. Nuk janë vetëm pjesa e konflikteve, çfarë folëm më pas. Njeriu mund të vuajë shumë edhe nga frika që ai ka, që mund të jenë frika e refuzimit, e turpit, e mos të ndjerit të vlerësuar, dhe kjo gjë mund të ndikojë shumë edhe në psikologjinë e tij, në mënyrën si e sheh veten më pas. Dhe do i mungoj dhe rutina, patjetër, sepse
është mësuar që çdo ditë flet me një person specifik, më pas ajo lidhje nuk do të jetë më ajo marrëdhënie do të shkëputet, nuk do e ketë me atë person që t'i tregoj gjërat edhe më private të vetat, përjetimet më të ndryshme që mund të ketë pasur gjatë ditës. Këto ndarje, a mund të ndikojnë dhe në vetbesim apo në shëndetin tonë mendor? Veç fjalë tek adoleshentët, por edhe tek të rriturit. Patjetër, duke ju referuar dhe problemeve të brendshme, konflikteve të brendshme që vetë individi mund të ketë, edhe kjo mund të ketë ndikimin e vet që të ndikojë në shëndetin e tyre mendor, në vlerësimin e tyre, mënyrën se si ata e shohin veten, në botkuptimin që ata do të ndërtojnë më pas, sepse mund të themi ndarje, por ndarja fshe shumë gjëra më përpara. Nuk e dim arsyet pse mund të jenë ndarë ose presionin që mund të ketë pasur. Domethënë gjithë historia romantike që ata mund të kenë pasur së bashku dhe ndikimi që mund të ketë pasur partneri i tij. Por patjetër janë edhe konfliktet e brendshme, ato të cilat e bëjnë individin që ta shohë veten më ndryshe, më vulnerabël. Dhe jo ashtu siç ka qenë më përpara. Tani unë kam një rubrik që duhet të përgjigjesh për 3 sekonda. Jemi gati. Dashuria apo respekti? Të dyja. Kompromis apo krenari? Kompromis. Tradhtia falet? Varet. Telefoni i partnerit privatësi apo transparencë? Transparencë. A është normale të kontrollosh partnerin? Jo. A mund të ekzistojë dashuria pa besim? Jo. Cili është gabimi më i madh që bëjnë çiftet shqiptare? Që nuk arrin të komunikojnë. Komunikimi është çelësi. Dhe çfarë këshilli do t'u jepje të gjitha çifteve të reja përveç komunikimit, që është baza? Patjetër, si tham, komunikimi është baza. Unë do doja të citoja edhe një thënie të një psikoterapiste, Virginia Satir, e cila ka thënë që komunikimi është për marrëdhënien, ashtu siç është frymarrja për jetën. Pra ka lidhur aq bukur dhe kjo është vërtet diçka që qëndron, sepse nëpërmjet fjalës, nëpërmjet një komunikimi të hapur, ne mund të shprehim pa kënaqësitë që kemi, nevojat tona, sidomos edhe ne që jemi dhe pak natyrë më emocionale, mund të duam më shumë vëmendje, më shumë kohë nga partneri, por patjetër dhe për meshkujt mund të qëndrojë. Është besimi që gjithmonë të tregojmë sa më transparent me njëri tjetrin në mënyrë që mos të lihet vend për dyshime, sepse nga dyshimet mund të lindin më pas konfliktet. Dhe me konflikte të vazhdueshme, në rast se ti nuk di ti menaxhosh, atëherë dhe marrëdhënia kthehet nga një marrëdhënie normale në një marrëdhënie të pashëndetshme që shumë shpejt do i vi fundi. Thjesht kjo është, duhet të tregojmë më të kujdesshëm me nevojat që ne kemi, të dim të komunikojmë me njëri tjetrin, ta respektojmë njëri tjetrin, ta vlerësojmë ashtu siç duhet. Sepse në rast se këto ecin paralel me njëra tjetrën, atëherë dhe marrëdhënia do të jetë më e shëndetshme. Si dhe kurioziteti, duhet jemi gjithmonë kurioz për personin që kemi në krah, se si ndihet, çfarë janë gjërat që dëshiron, e çdo gjë tjetër ta zbulojmë hapës hapi. Livia, unë falenderoj shumë. Faleminderit juve. Ishte kënaqësi që të kisha. Gjithashtu edhe për mua. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.